thjesht, realisht nuk është aq e thjesht, sepse neve vim gjithmonë nga një shoqëri që është i madhi, i cili merr vendimet për pjesën tjetër të familjes, edhe këtu nuk ka lidhje vetëm me vajzat, por këtu ka lidhje me djemt, ka lidhje me gjithë. Jo, kjo ka qenë rast specifik, jo. Po mirë, mos ta marrim rastin specifik, ta marrim pak në përgjithësi. Ta marrim pak në përgjithësi. Nuk është vetëm rasti specifik në rastin konkret, se ndoshta, është pjesa e përvojës politike, është pjesa e njoftjeve. Ka qenë një vendim i madh mëre. Konkret në rregull me Xheki, po normal që do është me pit babën. Edhe në fundit ligjërisht më e ka këshilltar. Baba ka dalë zotri Ganiu. Mundet ka dalë ka thonë çika jam nuk i shet vota PDK-s. Çdo deputet në Kuvend të Kosovës e ka një këshilltar, cilin e pagun shteti për me këshillu. Kjo e ka këshilltar babën e vet, është normal që ka me vet. Jam dakord shumë me ty nëse çika shkon edhe e pyet babën. E vet bocën lil. Mirë mos më fol për dajt e burrit. Jo mirë. Po enta është shumë e thjeshtë. Kur dohet atje. Po enta është shumë e thjeshtë. Të gjithë ne pyesim dikën kur dojna me marr mendim. Dhe është shumë normale me marr mendim. Po gjithmonë është ajo shpreha. Pyetin 100 vetë e bëj si di vetë. E tash kjo është poenta. Nëse atë mendimin ty ta imponojnë që mos ta bësh ashtu si që di vetë, por ta bësh ashtu si që të thonë të tjerët, atëherë është diçka që nuk shkon. Dyrë zamra, në me hedhim hipotetike. Një pyetje kam, për shembull, ç'është te baba jot me vendos për burrin tan? A do të baba shkallë në ekstremet në ekstrem. Falni se që tu i bjen, na? Jemi të për politik. Okej, dhe jo është e njëjta. Kur baba është për burrin, po shqyqo, jo, nuk është shlajf, sepse nuk është fare shlajf. Sot e ka bërë një qik vetë vrasje. Sot e ka bërë një qik vetë vrasje. Fal, i bjen krijimi i shtetit. Na po flasim për disa pjesëtar, deputet të cilët e formojnë shtetin. Për mu është institucion. Si familja, si kurse shteti. Nëse për institucionet, pra për deputetet po vendosin babalart, atër është e njëta dhe për institucion martesës. Jo, mërë s'ka vendos aj për qata, aj ka vendos për një vendim të sajën. E jo për karierën e sajën. Ja ka besu profesionalisht është ma i pregaditun edhe ka një vetën të gatshme. Me udhëheqje në rastet politike të rritësh me qatë bindjen që e ka familja jote. Do me thonë, une si një ere, jom rritë në frymën e një familjes, që në jem krejt jena kom për një subjekt politik. Për ata. Po di, edhe tash, jo për ata. Jo për ata. Edhe normal që edhe në rastin e vajzës së Gani Gecit, ajo u rrit me qato bindje që i ka pas baba i vetë për politikisht për familjen e tyre. Që ashtu na funksionojnë as i popull. Ama Baca Lile dhe në Albinin. Ka për dishe bre? Ka kalëzu më regania vetë live. Që ke lypti 500 këj, ke marrë gati 1 milion, zoj. Faleminderit, sonte dy shkojnë për dy. Man, Gjeki, man. Përvoja bënd vetën. Se dënte që ka man, Gjeki. Qa ka maj, Gjeki. Ane, që pëthuni jo? A vi pëlqen politika? Jo, zoja. Une veç e kisha skip. Jo, se kisha skip, se adi që arova. Une arova kër e nisëm emisionin, mja uru këti populli punëtor një majin. Edhe një pytë, posh, Allahun, a dëllet me festu, a dhezët në i gumë, a qitët fria me kaqa me struj, qysh kam jo faktura strujës, apo jo pëlqen makjatët ka 2 euro, hajtë gëzuar një rundime një majin. Pse nuk është bo mish qumshti 70 cent që është ka qenë premtimi? Falë, pytje bona, se unë e zvishë... Por unë ta premtimi para zgjedhjeva? Para, po, në zakonisht para zgjedhjeve. Ndodha, ato janë premtime para zgjedhore, kësi premtime para zgjedhore për fatkeq kemi fillu me macchiato me di Stokolmi e ki. As me pi kafe mas keni mundësi, apë dhe... Me di Stokolmi, unë e pi macchiato nuk më rëzgjit na për kitë farë sporti, se veç e koni para aparatit kafës në shpe, edhe ja centiratin balkon, e pi me pomje ka kafe, perfekt. Me nëllë s'jel kafen, bile ta kemi kafen për emisionit, kështu mos argjone ka 2 euro gjdo Unë e zdi veç qitë gotë fort e du. Unë e pe princit s'lypi kafe, veç princin, du me janë zonë vanin Leonorës së ratu. Okej. Te kemi bo next Leonora dhe princit, veç pre deri në fund emisionit, oj, gjek. Se qaj princi?
Me kali, bardhe zik sa i rodhe. Bardhezia? Jo, bardh me pika zeza. Nëse s'është interesant veç bardh me kone, edhe ka pak zi, boti farmikse, Asaj përzihet kush e kali, kush e shumë shpejt. Për ty. Pse edhe princi po dhu bardhezia. E në me du të shkajetin në horoskop, se ke që shot... Luan, dihet. O, që si se flutra gjumnin TikTok, që si Luana. Kismet me Gjekin kena me i live. E, vish mu Gjekin, po me interesant me di qka është në horoskop. Veç në horoskop, a? Veç në resh. Vetëm në horoskop e Eda? Virgo, unë e binjak. Shqyqetarë. Energjia. Të lutëm? Binjak. Po të lutëm. Komunikimi, ja komunikimi. Ja shajat e zjarit. Qëri shajat e zjarit, do me thonë connection. Me të dyja dihet zanati, do me thënë që me lindje, ne kanë vendosë zanati nuk kry. Po, ju udheq Merkuri me padashje, ju e keni komunikimin dhe informatën pjesën ma të rëndësishme tjetës t'juve. Jo, neve po se patëm komunikimin. Ndërsa unë edhe lyra si shajat zjarit që jemi, na jemi on fire gjithmonë të njetën, kështu që është më katë me na shymë dikosh. Retro prej Beogradit a që? U dalë Merkuri retro, ka dalë edhe Venusi për retro. Tash segmentin... A ne veç që veç këna, se këndo me thonë tash Hajde, na emision të nga me thonë. Veç një pytje, ma si pyteka, veç një pytje. Hajde, okej. Këndo me thonë tash u Agnesi për herë parë që e kemi Po, nejse, unë nuk jam astrologe, po e dua e adhuroj astrologjinë edhe i përcjeli, po ka ndalë, edhe Venusi ka dalë retro, për retro, që ajo për dashni është pak u konë ma rezik, ndërsa Merkuri, kur është retro, është mirë, kemi probleme me komunikim, me kontrata, nuk bën kontrata të reja me Bob, Venusi u kun pak ma danger, a i ka dalë, tash është në dash, të gjithë dashave ju dëshiroj dashurit të këndshme, sepse janë në lulla. Mujve kur kemi nejtë herë në fundit bashkë, më ki thonë që të periud kanë me ndohë sene që ti smenon që jenë matë mirat, po që në vërtet jenë matë mirat për ti. Atë kanë dalë? Ka dalë. Cheers. Ju luar. A po dojnë jeni pjesa shumë e të dytë mira. e emisioni. Po, hajde, se një panele përfundum. Se indru. Po, tash. hajde. Po, do na pak që shumë ju nojnë. Ama bashkë që shtë mua bet grosh, dhe qysh mu shumë më pëlqen se qysh jenë të koncentrume me një tem, veç kalojnë me një tem tjetër, do me thonë edhe... Se qysh të na horoskop të diçka dikujt me halon fajin, na matë mira, hajde të në mirë. Populli dashur, zonjat e politikës. Ato që janë në nhije, edhe ato që përshkëlqenjë. Se vre qëto tema i keni që bashkë kur jë mardhë. Gratë e liderve, gratë vetën politik, shkojna me një shpisë dhe këthejeme e diskutojmë.